Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndjeqni të nderuar shikues, gjykata kushtetuese tashmë shpalli në publik dispozitivin e aktgjykimit të saj, ku i dha afat klasë politike edhe 12 ditë që ta formojnë kuvendin. Por, nga i pari deri te i fundit, këdo që pyesim në partitë politike, nga partia që doli e para deri te ajo më e fundit me fuqi parlamentare, askush nuk e di se çfarë do të ndodh. Askush nuk ka përgjigje objektive. A do të formohet apo jo kuvendi i Kosovës? Në fakt ekziston një përshtypje që mbi sundon kolektivisht klasa politike, ku asnjëri as tjetri nuk është në gjendje të thotë se do të formohet apo jo kuvendi i Kosovës. Zymësi e pashpjegueshme kanë të ftuar për këtë situatë politike ish deputetin e kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike, profesorin Ardian Kastrati. Kastrati, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Zakonshëm je kritik Ardi për gjithë çastin që ka kjo elit politike, jo vetëm tani, po edhe më herët, sidomos në raport me kursin që kanë ndjek me nevojën që Kosova të jetë më mirë reprezentuar, më fort në raport me aleat, sidomos me SHBA-t, por nisim nga kuvendi i Kosovës. A di me shpjeguar dhe si njëri i kësaj politike, si njëri që merresh me jetë publike, politike, kështu me radhë, se ç'po ndodh objektivisht. I kemi pyetur edhe ata që sot kanë përgjegjësi për asnjëri as tjetri, nuk është në gjendje të ja përgjigje se çfarë po ndodh. Mbase kjo është situata edhe më pikëlluese. Mjeshtrisht e formulove si gjithmonë, a mundesh me shpjegu? Jo, është vështirë me shpjegu mua. Tash do të thotë ai lëmshi është komplikuar shumë sa që se thot populli atë fillin është problem me zgjedh ku ka fillu burimi i krizës. Na po dim, po ku do të përfundoj, nuk po di më. Burimi i krizës është të Albin Kurti, sepse ai ka qenë bllokuesi numër 1 në raport me institucionet e vendit, dhe ai është shantazhuesi numër 1 në raport me objektivat strategjike të Kosovës në planin ndërkombëtar. Mirë po, pas kaq sa muaj dhe kësaj loje politike taktizimeve nga më të ndryshmet, unë më të them që tani veç kemi një pakt, ose më mirë më thonë një koalicion të pashpallur në mes të opozitës dhe të Albin Kurtit për mos me themelu institucionet. Sepse Albin Kurti është fajtori numër 1, por sidomos për këta me të kam qenë bashkë me Emli Uroni, janë bashkëpunëtor lojal të Albin Kurtit në këtë bllokat. Të tillë që unë lojal, bashkëpunëtor lojal. Po, e kanë tregu këta, e kanë tregu që 4 vite. Që ta zëm shembull, mos e vesh në tash direkt në këtë temë, ta zëm shembull Urani Smali. 4 vite nuk ka bë opozitë. 4 vite nuk ka reagu. Këtu në këtë vend kemi qenë buzë luftës, ndoshta në veri, ka pas situata të tensionume të jashtëzakonshme në kuvend, ai ka flejt, është marrë me bizniset e veta këtu në Prishtinë, a parë mendojmë po flasim për njëri numër 2 të partisë nënkryetare, dhe pas 4 vite zgjohet për gjumë e thotë tash unë po do më bë kryetari i Prishtinës. Do të thotë unë nuk e nënçmoj çështjen e kryeqytetit, është pozitë e rëndësishme, e zgjedhjet lokale, por do të thotë reagimi kaq fragjil, kaq i dobët, kaq në gjumë në raport me blokadën institucionale që Albin Kurti ka bë vendit, i bën edhe këta Uranat e Memlat e Lumirat, i bën bashkëpunëtor të Albin Kurtit. Memli Lumiri nuk po i bën kashillak në observimin tuaj, zotit Kurti. Politikisht po them. Nuk po bëjmë betejë politike, nuk bën asgjë. Po çfarë, kur s'kan bë betejë këta? 4 vite në parlament, ta kur s'kan bë betejë. Këta janë të dorëzuar para Albin Kurtit, Memli Krasniqi, Urani Smali, Lumir Abdixhiku, këta rrinë me një kom që thot populli me bë koalicion me Albin Kurtin, po tash varet ai merr as i merr. Pra, me këtë qasje të dobët, fragjile, kalkuluese, sepse mbi gjitha janë frigacak, kupton. Këta edhe 1000 vjet nuk mundën me mujt Albin Kurtin. Pavarësisht që Albin Kurti për mua është një nga antishqiptarët më të mëdhej, nga njeriu i cili si duket për mision e ka shkatrimin e këtij vendi dhe është brenda agjendave ruse-serbe, unë nuk kam asnjë dyshim për këtë çështje, sepse shifoni çka ka ndodhur edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë, po pavarësisht edhe këtë qeverisë mafioze, korrupsionit galopante, tjera, sa të është Memli Krasniqi, Urani Smali,
Lumir Abdi Gjiku, edhe 1000 vjet Albin Kurti me këtë çto afera korruptive ka me mujt. Sepse këta janë bashkëpunëtorë të tij. Sepse këta janë të dorëzuar para Kurtit. Sepse këta mendojnë që opozita bëhet nga komoditeti i balkoneve të Hotel Emeraldit dhe nga spat e Hotel Emeraldit, e nga ato diskotekat, e nga jeta luksuoze që kanë, a kupton sepse edhe po t'ja shifsh deklarimin e pasionisë e sheh sot hollat i kanë. E para, e dyta, edhe në të kaluar nuk s'kam shpresuar kur që këta mundën me bëj opozitë sepse ja një trajektorë në zhvillimit politik, biografisë po. Këta kanë ardhur për shembull me Emil Urani, këta Vlora, këta kanë ardhur në Partinë Demokratike pa një profil të qartë profesional, kërkush s'kanë qenë. Për shembull aty i thonë reper, po arritja më e madhe artistike e tira është që po kryetari i PDK-s. Jo ndonjë kong atje, ai tjetri përkthyes, ai tjetri ka bajt kafehanën nëpër Prishtinë, Urani dhe ja ku janë sot, por këta janë zhvatës të Partisë Demokratike të Kosovës, këtyne Partia Demokratike e Kosovës që ka dhënë emën, pozicione, ministra, edhe jam ka trosh kuletën, ndërsa këta e kanë zhvatë Partinë Demokratike dhe s'kan bërë kurrë për Partinë Demokratike. Sot këta para Albin Kurtit janë të dorëzuar. Domethënë janë të dorëzuar dhe janë bashkëpunëtorë të tij. Sa herë ka ftu Albin Kurtin në takime kur ka pas nevojë më rehabilitu nga ato krizat e mëdha të korrupsionit, prokuroria që heton të gjysmën e kabinetit, membri Krasniqi Abelardi këta i shkëshin në takim dhe e spostonin temen nga korrupsioni në ato çështje apo bëhet koalicion me VV-n, as po bëhet me VV-n. Pro këta deri tash i kanë bërë favore. Është momenti i fundit i Partisë Demokratike të Kosovës të reflektoj. Aty nuk do të marrë reformë. Aty do të fshisë që nga rojtari që ruan aty, të administrata e partisë e deri të kryetari lart. Tash mos më keq kuptoj rojtari se janë njerëz të mirë ata në administrat, po them kuptimin figurativ. Fshisë edhe renovim edhe këta njerëz do të më dalin nga partia. Jo me merr parti fare. Nëse dëshiron Partia Demokratike e Kosovës me rujt pak nga identiteti historik i saj, të cilën e ka kriju Hashim Thaçi, Kadri Veseli. Dhe gjithë ata komandantë, ata njerëz të shtuar të luftës shqiptare, duhet këta njerëz me këta e kanë kapë Partinë Demokratike dhe duke kapë Partinë Demokratike, këta e kanë uzurpu opozitën dhe nuk po i bojnë opozitë Albin Kurtit. Prandaj Albin Kurti ja kanë vret dorën vetëm në xhep e mban kohën e fundit. Sepse ai thotë ty figurativisht, sa kanë Memlin, Neuronin, Elomirin në opozitë, mos bëni gale, unë fitoj me dorën në xhep. A kupton? Ramushi një çështje tjetër, ai ka bëu opozitën 4 vite, është shumë e vërtet, po aty pe limiton fuqinë numrat që nuk më ka. Po shkoni shumë larg me akuzën ndaj Memlit, Uranit dhe Lumirit, duke thonë që këta njerëz tjetër kanë interes jetik që të bëjnë ta mirë mbajnë këtë situatë me zonin Kurti, këtë marrëveshjen, siç thatë ju, mbase që mund të jetë në sfond, për të zhvilluar dhe bizneset e veta, Kasrati. Po pra, sepse ne këtu qyteti është i vogël dhe ne këtë dëgjojmë që këta kanë biznese, që Urani ka pas biznese, që ka biznese. Po jo, në rregullisht, jo, po thotë kërkush mos pas rregull, po ti je nën kryetari i partisë dhe tash, a kupton, ti je çka këtu, me bë kontratë afariste me partinë për me realizu bizneset e tua, apo kontratë ideologjike, siç është dikur, me partinë për me realizu objektivat politike të partisë e përmes tyre objektivat dhe nevojat e këtij shteti. Se ka askush në PDK si pasjush nuk e ngrit zërin. Që paraqet gjendjen e tillë, Kasrati. Sepse këta njerëz nuk ka zona figurativisht kryengritës që kërkojnë në mënyrë taksative llogaridhënie për një betejë të përgjumur opozitare, betejës me përballjes me zotin Kurti. I kanë largu nga partia këta zërat siguron. Prandaj më kanë largu mu, prandaj kanë largu profesorat tjerë, prandaj kanë largu Hesen Berishën atjetër. A kupton? Sepse i kanë bërë disa pakurizor edhe vartës aty të cilët ecin kështu me shkop dhe çojnë ja kallzojnë drejtimin ka duhen më shku këta. A kupton? Që mos më aprish tyre këtë komoditet, mos më aprish jetën luksoze, mos më aprish Hotel Emeraldin. Hey, Albin Kurti po shkatron themelin e shtetit të Kosovës. Ti ke një opozitë si Lumiri e Memli që një herë nuk i ke ndëgju, thonë hajde po dalim protest. Jo protest, po me kall. A kupton? Domethënë sepse Albin Kurti e ka shkatru atë që ky popull e ka ndërtuar me dekada. Ta ka fyja Hashim Thaçin, rën. Shko martohet djalin me çikën e Vučićit. Memli Krasniqi shkon takohet me të me Abelardi. Ta ka fyë rënd veteranin Mimoza Kusari, Mimoza Radojićit. Këta shkojnë takohen me të.
Memli dhe Belardi. Ti kanë fyt gjitha kategoritë e luftës. Këta nuk e bojnë një protestë ndaj tyre. Luajnë me këto taktizimet, jo për zgjedhëm këto, jo na kemi thonë asnjë ministër, etj. Të ka fy Dimal Basha. Të ka fy me të gjitha njëtet e mundshme. E votoj vetë. Ta votojnë me dorën e vetë, ka votu PDK, ka bë ofendim për vetë anëtarët e vet. Pastaj është kjo pjesa tjetër, kjo është faqja ende më e errët e PDK-s së sotshme. Ty një vjen dyqysh si turp, me thonë që janë PDK. Këta morin siglën veç për kontrata afariste të veta të mi realizu. Jo për qëllime politike të PDK-s. Jo për historikun identitar që ka PDK janë të kalume, që është bartë se procese ma të sërët jemeni. Jetoj me marrë, thu. Po jetoj me marrë se shefi kë Urani Ismaili se përdor logën e PDK-s. Po bën kësi fushat për TikTokera për 17-18 vjeçar, vetë për vota, sikur ai Rasim Abdylla, se është një që del sharak në për TikTok. Do të thotë po ja tregove PDK, namet PDK-s ke çka në këtë jetë, ky njeri I ka bu. Urani Ismaili. Sot se përdor logën e PDK-s. Po godet fort, po I godet fort Kastrati. Po jam të godit, jam të tregu realitet, këta kompleksohen, këta I thonë aty në fshatar, se edhe ne s'bën, na I morën do vota urban. Po ideja është që këta as vet urban nuk janë. A kupton se edhe këtu kanë faja ata që kanë kanë një cilësim me Memli Krasniqi për Urani Ismailin kur jemi te kjo temë në njërin prej studiove televizive. Tha që Urani Ismaili është më I madh se PDK-ja. Hati reagime në fakt. Po ja këtu kemi ardhur në këtë pikë, do thotë. Duke habitshme kjo? Po si s'duket habitshme. Do thotë flas me këtë gjuhë kryetari I PDK-s? Po jo, do thotë, këta kanë kapitullu. Këta kanë me Urani Ismailin, Memli Krasniqin, Vlorën e këta që janë kry, kjo parti ka kapitullu. Kjo parti mas zgjedhjeve lokale ku ka më psu prapë disa humbje të komuna Raze, kjo ka kapitullu. Inshallah kthehet Hashim Thaçi. Se po su kthy Hashim Thaçi, këta vetë do t'ja gjitë Çelsin. Me Memli Krasniqin, me Urani Ismailin, me Vlorën, që janë hajgarizhi, njerëz jo serioz, a kupton, që luajnë një kapital historik të identitetit të PDK-s, me këto makinacione, këta do t'ja gjitë Çelsin, Partisë Demokratike. Edhe ka marrë puna ditë aty. Po çka është tjetra? Unë çuditem me disa njerëz që kanë potencial të jashtëzakonshëm, që nga themelimi, që janë pjesë e identitetit historik të PDK-s, e komandant të shquar, si nuk reagojnë më rëburi butës. Si nuk reagojnë. Do thotë, a keni po James Rubin? A keni po që Urani Ismaili një fjalë se ka thonë për atë punë? Hej, Urani Ismaili nuk është qytetar I thjesht, është I dyti në Partinë Demokratike të Kosovës, nën kryetar. Urani Ismailin, ky që është, e ka bo Hashim Thaçi, e Kadri Veseli. Se po mos tishin ata, ky s'kishte qenë më I njohur më shumë se sa I komuniteti I kafisha, I kafeneve ku I ka marrë ky më përpara. A kupton? Urani Ismaili prandaj është nën kryetari I partisë, u shtosh me konferencë shtypje me dalë. Jo vetëm Memli më thonë aty dy fjalë. E me shtjellu, e me thonë shqiqoni o popull. Cila është e vërteta luftës shqiptare, shqiqoni se që thot James Rubini. A kupton? Dhe ky në kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës 24 orë në TikTok, se po duan më bë kryetari I partisë. Në emër të PDK-s, po pa logo të PDK-s, se po mjen marrë. A kupton? Se unë jam urban. Pas urban nuk jam. Në gjitha formulimet, elementet se çka krijojnë një kulturë urbane apo një background të tillë se ka as ky, as Memli, as Vlora. Larg janë. Po këto janë aksidente historike, të cilat PDK e ka marrë se vërtet në atë kohë kishte nevojë me zgjeru pak rrjetën. Po është në gjendje shumë të rëndë. Shumë të rëndë. Edhe Lumiri, nisoj. E njëjta gjendje. Po fola për këta më shumë, sepse isha vetë aty dhe kom pa se si e shkatrojnë këta parti. Njëjta gjendje Lumiri. E gjitha profesor doktor Abdullah Hoti, kujtim Shala, Hekmetja, e mos t'i përmendi, plot të tjerë, e me të dheq ty një Lumir I cili shif nga deklarimin e pasonisë. Ka gjitha ato pare kë, a umta. S'ka kur gjoj, njëti, Lumiri, Memlit njëti. Albin Kurti është rahat me këta, rahat. Kur 100.000 vjet kam evitu zgjedhje sa të ke Lumirin edhe Memlin edhe Uranin këtu në Prishtinë. Pra, edhe kjo çështje në fund për logon është shumë e rëndësishme se dikush po është taktizim I Uranit me marr vota të dikush që ka irritim ndaj PDK-s. Por nëse ata kanë irritim ndaj PDK-s, ti je nën kryetari I PDK-s I dashur. Atëherë ti dorëheq nga PDK-ja, formon një parti në thojza urbane, si shki qefti me qujt, e shifet I sa votat kime I marrë. Kjo është marrë. Kjo turp që kanë bo Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, Urani Ismaili, Vlora citat grupit të Xhevdet Dodës. E njëjta vlen për Lumir Abdixhikun te LDK-ja. Nga Fajmi Agani, me dhërat të Lumir Abdixhikut, marrë.
A kupton? Prandaj Albin Kurti dash le të vjedh, e që po vjedh shumë, dash le të hynë sanksione, dash na shtin luftë me Amerikën, dash le shpallat non grata. Ma e më që po thëmë, me qëta njerëz, me Lumirin, me Emlin, Oranin, opozit, Albin Kurti prapi vitan zhjetë. Je shumë i sigurt po të. Non grata le të shpallin, Albin Kurti. Base nuk e ke pa ende anën e tyre të mobilizimit të gjuhës të fort opozitare të Memlit e të Lumirit. Çfarë mobilizimi? 4 vjet këta s'kan bo opozit. 4 vjet ai ka bo, kam qenë parlament, ai ka bo hajgare me neve, Albini. I ka nënçmu këta, a kupton? I ka godit. Sikur të ishin të shantazhum për diçka nga Albini. E që a janë asë janë nuk e di, po këta s'kan guxuar me vol. Ta na thoshin neve, mos folni kështu shumë me agresivitet si kastrati, sepse po e arritni. Bullshit, që thënë angles. Mos më negore, që shërrit, politika, disa për ty në kishin qasje, s'kin se si profesora me fol. Ata mas pak të janë profesora. Mas pak të profesor në katedrën ligjërat. Politika është polarizim. është betej, pallafaqim. Bravo, kjo është. Jo, këta se bojnë, këta e din. Para, këta jetojnë me një vakum vizionar, s'kan vizion hiq, e dyta s'kan kompetencë, e treta këta e din që pa kompetencë kanë ardhur deri te kjo pare, deri te komoditet i madh, edhe rrinë që ato me rrit komoditet. Si është e mundur Kastrat, që si jam të fol me idhrim, për shikusin, po unë e du shumë Partinë Demokratike të Kosovës dhe historikun e saj, dhe besoj në rrugtimin e saj që ka bërë të jashtëzakonshëm, ata dy lider të jashtëzakonshëm historik, Hashimin e Kadrin, prandaj mbyllimset, se përndryshe unë s'kam interes për mundur këto dy parti me trashëgimi të rëndësishme, kontributit për lirin, shtëndërtimin, demokracinë, pluralizmin e çka tjetër. Të vinë situatën, sipas vlerësimit observimit tuaj, që këto figura të mbajnë peng partinë nga dhe t'i bëjnë marginale, si me thënë, çdo përpjekje, çdo ballavaçi me zotin Kurti, mos fare fare që ekzistojnë si opozitë. Si është e mundur që gjithë ato konjunktura politike të heshtin këto dy parti në PDK dhe LDK. Për cilën arsye? Nëse është gjendja e tillë, që është e mundur Kastrati që se pako në publik, se mbase mund të flasin rretheve ku rrinë mes veti, por në publik nuk ka zonë kryengritës, llogaridhënës. Se një bilans du ta ketë. Situata, nëse për 4 vite PDK LDK në opozit, me atë fuqi sa kanë pasur, kanë bërë atë lloj betejë që kanë bërë me zotin Kurti. Nëse kanë bërë këtë lloj betejë, një bilans du ta ketë situata. Po. Shiko, pse mungoj llogaritën? Këtë drejt plotësisht në logjikën politike të se nështron. Sepse unë them, ku janë ata komandantët e profesorët e PDK-s që s'reagojnë, ata po shohin që situata është e keqe, me Memlin Uranin nuk përzohet Albin Kurti me Vlorën. Ku janë ata profesorët, ata LDK-istat e fort, institucional, ideologjik, që nuk po reagojnë kundër Lumirit, sepse me Lumirin edhe ata po shohin që s'përzohet Albin Kurti. Dhe ku janë të dy palët e në LDK dhe në PDK, themeltarët, që janë silën andej dika, që nuk reagojnë, sepse Lumiri edhe Memli, por e Urani rrinë me një kohë me bo koalicion me Albin Kurti, sepse janë dorëzuar nga po që s'munën me mujtë. Edhe më pyetëm, po më sarani ka një përgjigje tjetër to. Sa dhe që duket shpjegimi teknik, këta tipa që i përshkrujtan, që janë të thatë, pa përmbajtje, ideologjikisht, politikisht, janë të palexueshëm. Kanë ardhur vetëm kontrata afariste në PDK në LDK, vetëm me pasonu kolegat e tyre. Këta janë perfid në mënyrën se si e zhvillojnë ato politikat primitive. Politikat primitive mbrana partisë, duke i zhvesh... Bajnë dy kapela do. Duke i zhvesh nga pozicionet partijake ata njerëz të cilët mund t'i kundërshtojnë potencialisht, edhe duke i fut aty njerëz pakurrizor, të cilët nuk i kundërshtojnë kurrë. Dhe kjo është përgjigja se njerëz që s'reagojnë me PDK-s janë anatemu, janë marginalizu, automatisht përmeni me emra se ki plot profesora tjerë të cilët larg më të janë nga PDK. Në partimin e trashëgimit tillë ish dasht me pas zona. Nëse bilanci nuk është inkurajues për PDK. Nëse nuk ka me pas zona, ish dasht me pas llogaridhënie, jo përpjekje rebeluese ta them figurativisht ashtu, por llogaridhënia është legjitime në demokraci. Shiko, për çdo politikan që mban
përgjithësi në pushtet e opozit. Po. Unë po mendoj që ish dasht, po nëse s'ka harin e pafshim, le të mbyllin këto parti këta mazgje lokale me njerë. Sepse kështu si janë, Albin Kurti ka me mujtë 8-0. Le ta vje dhe sheshin e Prishtinës, këtu, komplet, edhe të Skënderbeu, dhe të Zari Paraziti, le të shpallet në ngrata, për deri sa është me imli ka shni që Urani Smali, që kjo Lumir Abdigjiku në opozit, Albin Kurti mund këta 8-0, për arsye që unë të ceka, sepse këta nuk janë të interesu me bo opozit. Këta janë të interesu me mirë në opozit, me rujt privilegjet e tyre financiare, dhe me Albin Kurti mos me pas kur far lufte, me çmim të dëmtimit të interesat të Kosovës, sepse apshe ku jemi fundos, jemi katandis. Tash me Amerikën do kemi pezollem edhe atë. Këmbon alarmi thu, është kjo çfarë. Këmbon alarmi. Nëse këto dy parti nuk fillojnë atë që s'po quaj reformë, po fshes politike që nga rritari që i ruan të partia, të kabina, në për administrat e deti kryetari, që shto qësh janë, me qëta njerës, me Memli, me Oranin, me Lorën, me Lumirin, e tjera, këta Albin Kurtin së mundë me mujtë. Dhe sa Albin Kurti të mundë vetë vetën. E këta që ato përpresin, Albin Kurti të mundë vetë vetën. Po dhe sa Albin Kurti të mundë vetë vetën, mundë me shkuën një kohë edhe domët për këtë shtetë kanë me qenë të pari kuperushme. Sidomos në kontekstin e ri geopolitik ku po jetojmë ku çdo minutë po lëvizin gjëra. Në shikimin publik duket që Krasniqi, kryetari i PDK-s, më shumë ka pas betejë orvatje për ballavaçje me zotin Ramil Ladrosi, kryetarin e Drenasis sa me zotin Kurti. Në shikimin e madh publik shihet më shumë ky lloj fërkimi, si ta them se sa ndaj zotit Kurti. Si cilësoni këtë? Nuk është vetëm Drenas. Këtë po them unë, nuk është falenderoj se kjo është rrafshi tjetër rëndësishëm. E para është me Albin Kurtin që këta nuk janë të interesuar me opozit, sepse i tutën. Kanë frikë politike. Se ti tutën Kurti? I thash frikë politike kanë nga, e shpjegova, frikë politike kanë nga Albin Kurti, Memli, Lumiri, Urani e tjera. Kurse në rrafshin e dytë të që përmene me Drenasin. Këta nuk është vetëm Drenas e kanë bërë. Gjithë vëmendja është vendos aty. Jo, nuk është vetëm Drenas. Është për shkak që është hambari vota më i madh, për këta të njëjtën e kanë bërë në Kaçanik. Edhe në disa komuna tjera. Pra Memli ka fillu një përçarje të madhe me fut në përdek, me shkput njerëz ish të PDK-s dhe me vendos pijunat e vet në përdek edhe për kandidat të partive. Dhe kjo nuk besoj që ka më përkthyer me rezultate të mira. Unë nëse zgaboj 8 ose 9 komune ka pas 8 PDK-a zgjedhjet e kaluara dhe unë nuk besoj kur që ka mbri këtë numër me këtë lloj menaxhimi. Bëjmë një pyetje tjetër. Ku është Bedri Hamza sot? Këta nuk arritën ta bindin Bedri Hamzën që të konkurrojë një herë për Mitrovic. Arjen Tahiri shumë djalë i mirë dhe kompetent. Para Fatën Pecit i dashur me fitu gjithkush. Po ja që Fatën Peci ka këtu çat percepcionin të këta trutharët dhe kopet patru që fiton dhe këta Memli Urani për shkak nuk ka qenë gjendje ta bindin Bedri Hamza që të lutem konkurrojë kësaj radhe se na duhet të kësaj radhe ta marrim Mitrovicën. Po ku është sot Bedri Hamza? Pse sot Bedri Hamza mos më qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ose dikush i ngjashëm si Bedri Hamza që është me titullin profesor doktor, s'pja përmendi emrat. Po i kalon këta analfabeta funksional në krye të partisë. Kurti ishte në SBA. Teksa Kosova mori lajmin para se të shkonte ai atje në margjina të forumit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të KP-s. Mori lajmin që SBA pezulloi dialogun e planifikuar strategjik që të nisë mbase në fund këtij viti ose në vitin tjetër. Një instrument i rëndësishëm i raportit bilateral, siç njihet edhe në rajon natyrisht. Mbështetës të zotit Kurti fare nuk e quajnë të rëndësishme këtë çfarë i ka ndodhur Kosovës. Thonë, mos u shqetësoni. Përkundrazi, përpjekjen e Kurtit e shohin si kryengritje heroike dhe grindjen e tij me SBA e shohin si orvatje heroike për ta mbrojtur Kosovën nga kush kësaj radhe, nga SBA, apo? Po. Dhe Gjuati po inkriminon SBA nga Amerika. Si shini, fakt për ju nuk është në gjuhë e re besoj kjo, sepse ju keni qenë kritik ndaj tij në mënyrë sistematike, por a keni besuar si do të qoftë që do të arrijë deri në këtë pikë kur askujt në Kosovë ose një pjesë së madhe të njerëzve nuk i bën përshtypje që kryeministri udhëheci i tyre grindet me alatin e saj më të madh. Për cilën temë? Për temën ku vetë SBA ka hise të madhe
në gjithë këtë konstruksion politik të lirisë? Shiko, a bën vish një sekund, para se me do të këtë mbeta a bësh dhe diçka ta tema tjetër. Një kompani që kishte anin analitika nuk e di si e harrova, ishte një notë me një televizion tjetër koleg të juj, edhe kishte bërë studimin, hulumtimin, e 10 politikanëve top 10 që së parë, ndaj të cilëve ka më shumë të gjuhë të urrejtjes në rrjetet sociale. Dhe në 10 top politikanët që përdori gjuha urrejtjes më e madhe ndaj tyre në rrjetet sociale, ishin Albin Kurti, Vjosa Osmani 2, Hashim Thaçi 3, 4 përparim Rama, 5 Ramush Haradinaj, Lumiri e tjera, dhe numër 10, a di kush ishte? Ishte deputeti Ardian Kastrati. Të thotë, nga kjo listë ketë Ramushit, ketë Lumirit, të përparim Ramës, të LDK-s të takës, kurse nga PDK-ja, i ke vetëm 2 ndaj të cilëve kishte gjuhë të urrejtjes nga elektorati vetëvendosës. Hashim Thaçin dhe Ardian Kastratin. Që kjo është përgjigja pse këta nuk bojnë opozitë. Dhe nuk e ke aty uranin, e nuk e ke aty Vlorën, e nuk e ke aty Memlin, po e ke Ardian Kastratin, i cili as parëmendoni, as nuk kandidon kësaj radhe në zgjedhje, por është më i urryri nga ata të vetëvendosës. A dim se? Sepse unë bëj opozitë. Bëja opozitë me argumente, me përmbajtje, dhe nuk jam të cënë sikur Memli e Urani. Që kjo është njëra nga ato argumentet më të forta. Të çështja e Amerikës. Po, shiko, Kurti është njëri më antishqiptar në historinë politike bashkëore. Pritur që shkon situata deri aty. Sa në SBA Kurti të thotë në një kohë kur SBA të pezulluan dialogun, në SBA u thotë SBA-ve që ju shikoni punë tuaj, ja? Ne i shikojmë punë tona. Nuk është si mjem nëse Amerika ka interes ta heq Serbinë nga orbita ndikimit rus në gjithë atë investim të arkitekturës që ka bërë në Ballkanin Perëndimor, dhimisht dhe në gjithë Evropën lindore. Red, unë e kam pritë që Albin Kurti ka me shku deri këtu, ku e thua ti po më pres që kjo ka me shku edhe më larg. Duke njohur që nga viti Çfarë mund të bëjmë Po, që nga viti 1997, unë të them që Albin Kurti është me bindje një anti-amerikan, dhe tani kur je anti-amerikan dhe i godet në thelb interesat strategjike, objektivat e shtetit Kosovës, për mu ti edhe një anti-shqiptari më i madh që një historia politike shqiptare. Kjo është njëra nga arsyet pse Ardian Kastrati para 6-7 vite vendosi më kyç politik, duke e njoft Kurtin, ta jap kontributin tim që me preventu që ky njeri mos marrë pushtet. Po me Memlin, me Uranin, me Vlorën ishte pa mundun me preventu mos marrë Kurtin në pushtet. Shumë lehtë ka pas me mujt këta, shumë lehtë ka me mujt këta në opozitë, edhe Lumirin. Me gjuhë defetistë po flet shumë. Po, jo, e tash, çështja si e zbërthejmë në kontekstin në kontekstin e brendshëm, që e përmendën atë që po thonë kryngritje heroike, arvatje heroike. Të tillë shoh. Po. Dhe njerëz që merren me opinion publik. Po, ka një shpjegim. Është një profesor që i del në mbështetje të tij me pazakont i shantari gjykatës kushtetuese ka të kryezi. Po, çudita. Nuk e di nëse vetë i shkruan gjithë ato postime si së fundi janë shfaqur ato dilemat, apo i shkruan dikush tjetër, por që të legjitimohet, normalizohet, që ndrohet normë ngrinja me Amerikën, kjo ka qenë. Shiko, unë kam një shpjegim. E vërteta është kjo, madje kam bën një postim. Kush janë si u ka ta ndisëm, si erdhëm deri në këtë pikë që gjuha që ty në shqiptarëve kundër Amerikës, duke portretizuar Kurtin si hero në këtë relacion me Amerikën, ngjan në gjuhën e serbëve të Miloševićit vitet 90. Çfarë ata e shonin Amerikën. Çu ka mundësi që këta shqiptarë, ta që përkrojnë Albin Kurtin kundër Amerikës, po t'ingllojnë më shumë se sa më shumë se sa një vend i NATO, sepse si jemi formalisht në NATO, e më shumë se si Serb të Miloševićit të vitit 90. Tash unë s'po them që kjo është si Miloševići, por logjikën politike dhe refrenin politik në raport me SBA-n e ka të njëjtën. Miloševići thoshte, ata po dojnë me cenu sovranitetin tonë, ne do ta mbrojmë. Ky thotë këta amerikanët ndërkombëtar po na bëjnë presion në veri për sovranitetin. Kujtohet. Ata nga qarqet ultranacionaliste serbë thoshin ky Netanyahu, ky Trump është në ndikimin e Netanyahut, kur e njohu Izraeli Kosovën. Këta thonë Trump është kundër muslimanëve, sa është
me Netanyahuin. Pra logjika, refrenet janë të njëjta. Po kush i ka bë këta njerëz? I ka bë retorika e gjua politike Albin Kurtit me vite, me 20 vite. Tash ai që ka pas 5 vite, sot i ka 20, ose kur i ka pas 10 vite, sot i ka 30, ai është rrit me këtë gjuhë retorike të Albin Kurtit. Ju e mbani mend dhe dini që Amerikanët t'i kanë kërkuar Kosovës të heqë dorë nga sovraniteti, të mos e zbatoj ligjin, të mos i ndjek kriminalet. E ka bërë këtë Amerika në herë. Kur paten garantu sovranitetit tonë. Duket e pakujdesshme nga ana e zotit Kurti që ta demonstroj këtë lloj retorike në raport me ta, sepse prodhon disponim publik kastrati anti-amerikan. Ju që ka prodhu, po ata janë të mishërum tash me këtë që ti po sa tho. Bile madje unë kur shkon Albin Kurti për skenës politike në tarme, e që një të ka me shku gjithsesi, pasoja më e madhe që ka melon këtë vend është pikërisht kontingjenti këtyne trive dhe trejave që sot janë anti-amerikan, duke falënderu gjuhës Kurtit, laboratorëve të Kurtit, se ai ka prodhu si anti-amerikan. Çka do të shen këtë vend, ne i obligohemi UÇK-s dhe Amerikës, askuj tjetër. Cili Akademia Shkenca këtë punë? Kontingjenti, nëse mund ta themi, intelektualëve. I atyre grupeve shoqërore që kanë thirrje akademike shkencore, atyre njerëzve që mbajnë përgjegjësi politike, sidoqoftë. Si është e mundur që nuk i dolën përpara për ta ndalë zotin Kurti, për të thënë stop, kjo është gjumë vrastare për trashëgimin dhe historinë tonë, për të ardhmen raporte me një alat tepër jetik, sidomos kur gjithë bota sot kërcënohet nga një Rusi agresive me ambicie territoriale. Është fatkeqësi. Nuk mund të flas në emër të tyre, po është fatkeqësi. Ka disa që kanë dalë, njëri nga ata që përball, unë kam vendosur mos me mbet i mbyllur në katedër, në departament ku jap ligjërata, po me dalë që pjesën time që e besoj thellë intelektualisht, me thonë para publikut. Që Albin Kurti është rrezik, që Albin Kurti është kërcënim për sigurinë kombëtare tash, jo në Kosovës. Sepse nuk e ka shpërthy në negativitet total relacioni vetëm me SBA-n, me Amerikën, e me Evropën në sanksione. Po shifni s'ka asnjë komunikim me Shqipërinë dhe prapë është ky shkënjë në këto zgjedhjet në Maqedoni. Vendi vuan nga 200.000 që kanë emigruar, dje ishte statistika nëpër media, fukarallak i ka tandisur popullin në temel, e ata që janë pak si trutharë që po i quajnë, i shkojnë mbrapa sepse janë prodhim i kësaj gjuhës 20 vjeçare të Albin Kurtit. I ka prodhu, ata e besojnë, tash ata janë marrë nëpër laboratore, ky lloj mendimi anti-amerikan. Dhe ne mund ta paguajmë një faturë shumë të madhe, po jo Albin Kurti. Se Albin Kurti shkon në Norvegji, Vjosa shkon në Australi, ne e paguajmë fakturën. Është lehtë me thonë ti kam shtyr sovranitet, po çfarë sovraniteti me çmimin e prishjes së aleanca me SBA-n. A kupton, sot me mbylljen sy, SBA-ja, tash ne do të jemi objektiv. Me çdo kapacitet ushtarake që kemi ne, a mund të bëjmë ballë me mbajtjen e sovranitet? Po ne shkojmë luftë, ne sakrifikohemi. 3 fish më shumë se sa në 88-89. Po ja vlen kjo. Ti nuk e ke një helikopter, ti nuk e ke një aeroplan. Serbia ka 100 kusur, aeroplana e ka 60 kusur helikoptera. I ka 200 sa tanke, ti s'ke asnjë tanke e tjera, pra pa ndihmën e SBA-s, nuk ka këtu asnjë garancë për siguri. Dhe kjo që ka bën Albin Kurti është tepër rrezikshme. Ka shpiven drejt lutës thu. Kërcënimi drejt lutës. Po unë s'po them që eskalimit. Po s'po them, shikoj tash ekziston një farë loje me këtë pushtetin e nervave që sidomos Trumpi kogjasi pa parashikueshëm, nuk mund gjithmonë ti me marrë kështu këtë sigurinë tonë, edhe si të gatshme që na sigurojnë ta përjetojmë. Kurti ka vendosin keq, unë du ta vendosim më mirë. Le ta vendosaj me trotineta meksisane, po ndëgjën tash, edhe ato që tha ti më herët, amerikanët janë investitorët më të mëdhenj të arkitekturës së sigurisë në ARN dhe për atë arsye nuk e lëshojnë ata. Se sa për Kurtin pas parë si kishin thënë. Prandaj unë them se ky punon agjentat e Rusisë serbe. Sepse ky nuk është mjaftuar shumë inteligjent, jo super inteligjent, po mesatar, do të që me kuptu se çfarë rreziku është me lujtë me raportet me SBA-n. Sot do thotë këtë objektivat e Akademisë Shkencëtare të Serbëve që nga Çubrilović e Kënej që kanë thonë nuk mund ta kontrollojmë dot më Kosovën, përdin ato të famshme, po do ta kontrollojmë kur shqiptarët kanë nisur më bë anti-amerikan. Dhe këta janë bë anti-amerikan. Këto s'po pranojnë, këto po dalin do analistë do po çuditë me ta, që shluajnë me fatin e kohë, ja që u taku me Fail Bajcinovci atje me do në Teksase, me do atje po kemë shtime keq të tragjikomike, seriozisht, ai Kurtin e për korridore.
Ta qyre po të matëshin këta me kilometrat se kanë kalu në për koridoret të OKB-s, kishin qenë delegacioni kampion i koridoreve. Ajo me trombin është foto, dhe ai takim zgjat, aq së zgjat foto. Trak foton, hajde ec. Tjetri, trak foton, hajde ec. Nuk ka takim zyrtar në shtëpi të bardhë, nuk ka me State Departmentin, as Vjosa, as Albini kësaj radhe, sikur që kishte për shembull presidentët e kaluar në të kaluarën të Kosovës. Po jemi katandis më zvetesh dhe unë po çuditem se si një pjesë. pjesë Është që Albini ta dorësoj pushtetin demokratike nëse nuk e besoj. Nëse vendi shkon përsëri në zgjedhje. Nuk e besoj e para punës sepse ka përgatitur terrenin jashtëzakonisht mirë me ndihmën e Memli Krasniqit, Turanit, të Lumir Abdizikut e tjera. Si ka përgatitur terrenin? Erdhën deri te zgjedhjet lokale. Tash në zgjedhje lokale, nëse i del një rezultat vish pak më pozitiv se herën e kaluar, ky e merr këto si një faturë të mirë, avantazhi fitore drejt zgjedhjeve nacionale, ku mund ta bëjë rezultatin plus minus që ka, që është tepër shumë. Po dhe minus merron 10% më pak, 30% më pak, po kush e ka ndihmu që ky komod me ec kësaj rruge, njëkohësisht duke shkatruar marrëdhënien me Amerikën dhe njëkohësisht duke varfëruar vendin, e ka ndihmu mos reagimi ose bashkëpunimi i Lumirit, i Memlit, i Oronit, duke mos bë opozitë. Është dashur me dalë në parlamentin, me rrethu parlamentin, është dashur me dalë shesh, me bë protesta si opozitë, çu shikoj çdo opozite, po kush me dalë shesh? Prej Hotel Emeraldit, Memli Krasniqi, Euronia, e më të ballavaçuar me plonin e sheshit, a kupton? Ja, se ka bërë këtë punë. Prandaj Albin Kurtit ja ka bërë favore. Hajt po shkojmë te zgjedhje lokale, tash zgjedhje lokale apshe kanë rru matematikat. S'është më favorit absolut PDK LDK. Ka hyrë edhe vendosje. E prej këtu shkojmë zgjedhje nacionale, aty tash japën infuzion këtu lokale, plus i ka paret, i ka buxhetin. Do thotë, thjesht këta nuk janë të interesuar me rrezu Albin Kurtin. Thjesht janë të prit në rën, o Lumiri, o Memli, cili po hyn në koalicion me Albin Kurtin. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam dalë për PDK-s, atëherë kur ka filluar të diskutohet kjo mbrana forumit të PDK-s pa bë publike. Se unë jam kategorik që Albin Kurti jo me shku në opozitë, po me dalë prej skenës politike. Me u ballavaçu me ato të prokurorisë që i ka për korrupsion, afera. Edhe skenarin më të mirë kjo këshin më mira për Kosovën, edhe më mira këshin mëse pas Lumir e Memli e Oran në opozitë, po me pas njerëz që janë vërtet opozitarë. E fundit, cila është arsyeja që do ta mendosh rikthimin, garën përsëri në PDK ose në ndonjë parti tjetër? Kush do të jetë momenti? Nëse do të jetë ai moment që do ta nxjerrë kastratin. Nuk kam pas as të kaluar në nxitje të mëdha, po unë tregova pse kam hyrë. Kur e kam pasur Albin Kurti po futën politik, unë jam fut politike se ku më mirë se sa në PDK, aty ku është streja ime politike identitare që më shumë se 2 dekada, kupton. Dhe prap do të thoja, mirë po, me këta njerëz, me Melin, me Oranin, me Lumirin, me hyrën me veprut njëtin kujnë politik me ta, tashmë më është nisë si me hyjë me Albin Kurti. Të falenderoj Kastrati për kohën. Faleminderit shumë rënd. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.